kush kompani do e marr. E keni parasysh vetë. Lenc? Shiko, fillimisht, por jo dhe aq për humor, në fakt ka një gjë pozitive që në krye të herë, sepse kjo ide ka zbritur me këmbë në tokë, ose të pak në shkacavjer në përshtylla. Nga satelitët të cilët u reklamuan. Kryeministri sot. Po, nga satelitët që u reklamuan që do ta bënin Shqipërinë edhe një vend më të sigurt, pra që do të verifikonin gjithçka që ndodhte në territor, nga përmbytjet e zjarrit deri ke aksidentet apo ndjekjen e krimit, tani jemi tek kamerat. Ky është një debat shumë 6 milion në vit. Ne, po të disa janë. Këtu ka një debat shumë të madh që është thelbësor dhe është debat parimor. Raporti mes sigurisë dhe privatësisë. Nuk ka asnjë të dhënë që tani të na rrëfej apo të t'i vej këto dy momente ballë për ballë. Nuk e dim se deri në çfarë pike kërcënohet privatësia e qytetarit shqiptar, nuk di se ku do të ruhen të dhënat tona, nuk i dihet se cilët mund të jenë aktorët jo lokal që mund të kenë akses te këto dhe mënyrën se si mund të përdoren. Ndërkohë, nisur edhe nga deklarimi i zotit Ahmetaj, prap nuk është e qartë studimi i fizibilitetit. Nëse është e vërtet shifra që thot zoti Ahmetaj, që njëra kamer kushton 6 herë më shumë se sa çmimi normal i tregut, atëherë sërish kjo është diçka që po kjo është do të ishte shumë problematike. Nuk është ky debati. Debati është, për mendimin tim, falo Lenc, sinqerisht e kam. Nuk është ky debati se un kam parë një printer që kushton 100.000 lekë, 200.000 lekë, është ble 2 milion lekë, 3 milion lekë. Edhe s'ke nevojë fare, shko ku dush, do institucion shtetëror, nuk është ky debat. Debati është ajo që më kërciti mua dhe më falni për ndërhyrje. Më kërciti që tha zoti Ahmetaj, tha që nuk mund t'i japësh një vend, jo një vendit NATO-s, të drejtat ose identitetin në të gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Në qofse kjo ke abuzimi, se ty nuk të qofse kjo është e vërtetë, s'ka problem. Ti do merr tani do spekulosh. Ky po thotë që ta vjedhin sa që s'më se u thash vjedhin kudo. Unë kam pa abuzime në Zelandë. Po ti vjen në Shqipëri më po them. Në institucionet tona. Nisi laps 100 lekë bën 10.000 lekë. Tani se në nuk po flasim për 10.000 lekë, vëlla, po flasim për 100 milionë euro. Po janë be mirë se lapsan ditë o mandi, se ti çu duket ajo ty. Se ti ka hallin që këtu vjedhen në vetë endre. Se ju shihni vetë murat, nuk shihni këto nuk të vogla. Ato janë 1.000 cop, nga 1 milion. Andri, të lutem, largoj këtë argument sepse kjo Okej, shkëputem, nuk kam. Kjo kujton një tjetër shprehje e cila mund të përdoret si këshill në raste të tilla. Që nuk do t'ja di nevojtoria nga erët e shpërthimit të zorëve. Po, okej. Ti tani po e vizaton Shqipërinë si një gjë të tillë, si një tualet gjigande, thua se kërcitën zorët edhe atje ke kamerat, punë e madhe. Se është normale. Po kur duhet, jo kot. Po nuk është kështu pra, nuk është kështu. Po në qoftë se ti më rrëfen edhe 100 mëkate të tjera që bëjmë kështu, që nga prindërit apo lapsat që i citove, kjo nuk është se legjitimon faktin që kamerat, sipas dëshmisë së zotit Ahmetaj, unë nuk e di këtë gjë, kushtojnë 6 herë më shtrejt se sa tregu. Nëse është kështu, unë nuk e di kur, po një ditë do të vi patjetër që do të bëhet kjo tabelë financiare dhe do të thuhet pse kanë kushtuar kaq. Fillimisht, a është procedura e rregullt dhe pastaj a ka shpërdorim parash apo jo? Okej, patjetër. Boshat? Këtu jam gjys për gjys me atë që po thoshte Anri, në çfarë kuptimi